Mirë se erdhët. Sot do t'i hedhim një vështrim 5 ligjeve themelore të dashurisë, të bazuara jo në opinione, por në neuroshkencë dhe psikologji. Do të shohim pse shpesh përfundojmë duke përsëritur të njëjtat gabime dhe, më e rëndësishmja, si mund ta ndalojmë këtë cikël. E pra, pikërisht kjo pyetje na prek të gjithëve në një moment a një tjetër, dhe përgjigjja, siç do ta shohim, nuk ka të bëjë fare me fatin, por me diçka shumë më të thellë, me programimin ton të brendshëm. Pra, le të hyjmë direkt në temë dhe të zbulojmë 5 rregullat që vërtet mund të ndryshojnë gjithçka. Ja ku i kemi. Do të flasim për ligjin e pasqyrës. Do të kuptojmë se çfarë janë ato punët e papërfunduara. Do të demaskojmë mitin e të duhurit. Do të shohim kurthin e kimisë dhe në fund do të zbulojmë fuqinë e jashtëzakonshme të lëshuarit dorë. Okej, le të fillojmë me ligjin e parë, ligjin e pasqyrës. Dhe ky është ai që përmbys gjithçka që na është thënë. Hedh poshtë idenë se gjetja e personit të duhur do të na bëjë magjikisht të lumtur. E vërteta e idhur, ne nuk tërheqim atë që duam, ne tërheqim pikërisht atë që jemi. Dhe kjo nuk është thjesht një ide filozofike. Neuroshkencëtari Dr. Joe Dispenza e shpjegon në mënyrë perfekte. Ai thotë se gjendja jonë emocionale, pra si ndihemi brenda, funksionon si një magnet. Mendojeni pak, nëse ndihemi të plotësuar dhe të lumtur vetëm me veten, çfarë do të tërheqim? Njerëz po aq të plotësuar. Por nëse brenda ndihemi bosh, marrëdhëniet që do të vinë në jetën tonë thjesht do ta pasqyrojnë dhe do ta thellojnë atë boshllëk. Dhe ja ku e shohim ndryshimin bardhëzi. Nga njëra anë kemi mendësinë e dobët. Unë kam fat të keq, të gjithë janë njësoj. Pra fajsojmë botën. Nga ana tjetër, mendësia e fortë thotë, prit pak, ndoshta modelet e mia të brendshme po më çojnë drejt këtyre njerëzve. Ktu është thelbi, nuk është fati, por programimi ynë ai që krijon vazhdimisht të njëjtin skenar. Dhe kjo ide e programimit të brendshëm na çon direkt te ligji i dytë, i cili ka të bëjë me punët tona të papërfunduara. Sepse edhe nëse arrim të ndihemi mirë në të tashmen, ka një fantazm nga e shkuara që mund të na sabotojë gjithçka pa e kuptuar fare. Psikoterapistja Lori Gottlieb e thot në mënyrë brillante dhe paksa tronditse. Ajo thot se ne martohemi me punët tona të papërfunduara. Çfarë do të thotë kjo? Që në mënyrë të pavetdijshme ne kërkojmë atë që na duket familjare. Dhe këtu është problemi. Ndonjëherë ajo që na duket familjare është dhimbja, kaosi ose neglizhenca. Le ta shohim këtë në praktik. Imagjinoni Danin. Sara, partnerja e tij, i tregon dashuri të sinqertë. Gjithçka po shkon për mrekulli. Por Dani, i cili në fëmijëri ka mësuar se dashuria nuk është e sigurt, ndjen një kërcënim. I duket shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Dhe çfarë bën? Saboton. Nis një sherr për diçka krejt të vogël. Pse? Për t'u kthyer në atë gjendjen emocionale që ai e njeh më mirë. Izolimin dhe vetminë. Ky është vetë sabotimi në veprim. Edhe kjo është pika kyçe. Për një sistem nervor që është rritur në kaos, qetësia dhe stabiliteti nuk ndihen si paqe. Ndihen si mërzitshme, ose edhe më keq, si diçka e gabuar, e dyshimte. Të kuptosh këtë, është hapi i parë dhe më i rëndësishmi për ta thyer ciklin. Duhet ta rimësojmë sistemin tonë nervor se paqja është siguri. Mirë, tani vim te ligji i tretë. Dhe ky është ai që godet në zemër të çdo filmi romantik që kemi parë. Miti i të duhurit. Ideja se diku aty jashtë ekziston një person perfekt që do të na plotësojë. Eksperti Matthew Hussey na jep një këndvështrim fantastik këtu, duke luajtur me fjalët. Ka një ndryshim të madh mes të pranosh dikë, settling for, që është një kërkim i egos për perfeksion, dhe të vendosësh për dikë, settling on. Ky i dyti nuk është dorëzim, është një vendim i fuqishëm. Është të thuash, unë zgjedh këtë person të papërsosur dhe do të ndërtojmë diçka të jashtëzakonshme bashk. Është kalimi nga kërkimi te krijimi. Dhe kjo ide përforcohet bukur nga ky reflektimi një çifti me dekada martese. Ata thonë se nuk e gjetën njëri tjetrin të përsosur, por gjetën veten brenda martesës. Lidhja nuk është diçka që e gjen të gatshme, është si një skulptur që gëdhendet ditë pas dite, me mund, me durim, nga dy njerëz. Okej, ligji i katërt. Ky është delikat. Kurthi i kimisë. Të gjithë e njohim atë ndjesinë. Fluturat në stomak, intensiteti, pasioni. Por, a është kjo gjë lidhje e vërtet, apo thjesht intensitet? Kjo tabele shpjegon kaq mirë. Kimia shpesh fokusohet te sipërfaqja, te emocioni i momentit, ndjenja që shoqëron është ankthi, frika se mos e humbasim personin, dhe pyetja në kokën tonë është, a më pëlqen mua ky person?
Ndërsa lidhja e vërtet, ajo fokusohet te vlerat, te kuptimi i thellë. Ndjenja është rehatia, siguria për të qenë vetvetja. Dhe pyetja ndryshon rrënjësisht, apo shkojmë ne të dy në të njëjtin drejtim? Dhe ja ku është kurthi. Shpesh jemi aq të dehur nga kimia saqë kemi frikë të bëjmë pyetjet e vështira, ato të rëndësishmet. Kemi frikë se mos e prishim magjin, mos e shkatrojmë fantazin. Por, duke mos i bërë ato pyetje, rrezikojmë të ndërtojmë një kështjell mbieror. Dhe kështu arrim te ligji i fundit i pesti, i cili tingëllon si një paradoks, paradoksi i ballonës. Dhe ideja është kjo: ndonjëherë e vetmja mënyrë për ta mbajtur diçka është duke e lëshuar atë. Shumica prej nesh jemi rritur me idenë që thotë, kur gjen diçka të mirë, mbaje fort, mos e lësho kurrë. Por, siç e thekson James Corden, ky instinkt mund të jetë pikërisht ai që e shkatron gjën që duam. Metafora e tij është kaq e thjeshtë dhe e fuqishme. Imagjinoni një balon. Nëse e kapni dhe e shtrëngoni fort nga frika se mos ju iken, çfarë ndodh? Ngadalë, ajo do të shfryhet, do të vyshket. Do të humbas pikërisht atë gjë që e bënte të bukur. Por, kur e lëshon, ajo fluturon lart, krijon hapësirë. E njëjta gjë ndodh në marrëdhënie. Kontrolli i tepërt nga frika e mbyt lidhjen. Të lëshosh dorë, krijon hapësirë që ajo të rritet, ose që diçka më e mirë të vijë. Kjo na sjell te një e vërtetë e pakëndshme por çliruese, e thënë nga Matthew Hasi. Kushdo që nuk të zgjedh ty, nuk mund të jetë për ty. Mjaft më me historinë, personi duhur, koha e gabuar. Shpesh, ky është thjesht një justifikim që e mbajmë për të mos pranuar realitetin. Zgjedhja është veprim. Mundesa e zgjedhjes është gjithashtu një përgjigje. Pra, le ti përmbledhim. Çfarë kemi mësuar? Së pari, bëu vetë personi që dëshiron të tërheqësh. Së dyti, shëro të shkuaran që të mos e dënosh veten ta përsërisish pafund. Së treti, ndalo së kërkuari perfeksionin dhe fillo të ndërtosh. Së katërti, kërko lidhje të vërtet, jo thjesht kimi intensive. Dhe së fundi, mëso artin e të lëshuarit dorë. Në fund të ditës, gjithçka shvendoset nga një kërkim i dëshpëruar jashtë në një punë të thellë brenda vetes. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të reflektuar. Po sikur dashuria e madhe që gjithmonë e kemi kërkuar, ti je duke pritur pikërisht në anën tjetër të personit që kemi kurajën të bëhemi. Sepse themeli vërtet i dashurisë, siç duket, nuk është të gjesh dikë që të plotësoj, por të bëhesh vetë i plot. Faleminderit që e ndoqët këtë analizë.